Nuk do të them që është bon shumë Gjelan, së është bon heq. Po, unë prej vitit 2000 e këndaj, do thotë se jetoj në Kosovë, jam me prerardhje për Luginës së Freshevës. Unë kom bon trishnit madhe në komunë Gjinonit, ku më arrit në 4 shkolla, të zjarfiksat, të shtëpia e kord. 4 shkolla ke arrit me siguru qasje. Po, të zjarfiksat. E jashtëzakonshme. Veqa mund shumë kallëzu shkollat, a janë të vjetra, a janë të reja? Janë të vjetra të shkolla kanë qenë. Maru me para luftës? Para luftës. Është shkolla Bazaitit, Themi Metko, Recep Elmaz, të zjarfiksat, shemull, shka ka një person me aftësit kuizu me shku të zjarfiksat, po njëherë ishte dhez një pjesë e qytetit, kisha telefon, po nuk i thesha për i nati. Ju më shku, jam afrua ofër, edhe ka dalën aji përgjejsi kresor i zjarfiksat. Thash me pas, unë e qasje kisha një atje, edhe të kisha lajmëru, po nuk kam qasje. Më rena 5 ditëve u bo qasja për personat me aftësit kuizume të zjarfiksat. Po unë edhe kom bo shumë presion të madhë. Bravo. Unë e kom ra dhe në gojzën 2016 në afer 8-9 venda kyqe ku do të thot kalojnë komësort edhe ne, personat me aftësit kuizume, unë i kom thi me qekeq, me disa kolegë. Edhe ja kom qelësit. Nuk do të them që është bon shumë Gjelan, së është bon heq. Se me marrë me llogarit me përqindje, se unë punoj në hapësira publike edhe di sa dalje janë krejt qytetit. Ku punon sakt? Punoj të ndërmarrja Tregu, asat i komunës, edhe dhe të pjero 7 dhe në ora 16, unë të në ditën silëm. Frekuenton? Edhe i di krejta. është bon, po shumë pak është bon. Objektet e vjetra se ceki kolegu, nuk kanë qasje, nuk kanë vullnet më marrë me ta se qasja shumë letë banët. Urna, merita? Vullnetja shumë i vogël.